droga, krimi, kjo javë ka qenë kështu visar në Kosovë, përveç zhvillimeve tjera politike. Po kjo që ka ndodhi me drogë dhe krim, po i kalon për masat e krimit të zakonshëm, krimit ordiner. Neve po na del që njerëz, të pak të njëri për tyre që konsiderohet udhëheci një grupi për 22 të arrestuar rrish tash, që është shumë i afërt me lëvizjen vetëvendosje. Nga të gjeturat tona të deri tashme del se është mik shumë i afërt me njërin vëlla të Xhelal Sveçlës, pra është fjala për Gjevdetin, i cili shoqërohet gjithandej, por përveç kësaj, ky zotriu i arrestuar kishte komunikim, kishte takime me deputetin Albin Kurti, kryeministrin e deri tashëm, me ministrin e punëve të brendshme. Me të gjithë këta njerëz të strukturave dhe në fund të pranoi edhe vetëvendosje që është njëri prej tyre dhe thane përjashtuam. Si masteje, a kanë qenë në dieni këta për veprimtarin e këtij zotriut, apo a do duhet të ishin në dieni për veprimtarin e tij? Po tash, si që përmendë edhe ti, domethënë ky person po duket që nuk ka afërsi me lëvizjen vetëvendosje vetëm, po ka afërsi me njerëz më të rëndësishëm të lëvizjes vetëvendosje. Duhet me bë këtë dallim, nuk është veç thjesht që njeh një aktivist atje, po i njeh ka njerëz kryesor. Nga fotot që i kemi pa që janë publikuar, ka mundësi me pas edhe shumë tjera, po nga ato që kemi pa, domethënë ministri i punëve të brendshme, ka më shumë se një rast kur është taku me këtë person, ka nejtë për bashkë taku të adilën, si që përmendë prallë të pas ka dhe vllaun e tij, shok ngushtë që është e pamundur mos me e njoftë. Tash nëse për shembull ti e ke një person me cilin rrin më shumë se një herë, ti personalisht pak pas as lidhje me parti as me kurrë hiç, a e merr vesh çka bën çaj njeri për me tu? Nëse cili për neve e dim për njëri tjetrin çka bojnë. Nëse të rrim ato e vetë çka bojnë, me çfarë merresh kështu me radhë. Kështu që për mendimin tim në këtë rrafsh është e pamundur mos me e ditë. E dyta unë e di që në lëvizjen e vendosje përpara ka pas një mënyrë ose një tendencë për me i vlerësu për shembull njerëzit kush janë prej nga vinë, çka bojnë, me çka një lloj komisioni verifikues. Se kisha qenë komision, nuk ka qenë infrastrukturë organizuar, po ka qenë vazhdimisht njëra prej temave. Domethënë për shembull kur afriket dikush në lëvizjen e vendosje të ke marrë, na pak e mëshim vesh kush është, prej nga vjen, me ka qenë, çka ka bërë, ç'me di. Dhe në këtë drejtë nuk e di ja aplikojmë këto lëvizje vendosje, po atëherë ka qenë. Tash natyrisht e pranoj faktin që kur është partia më e madhe, nuk mund të për të gjithë me ditë. Mirë, po pastaj kur je ministri i brendshëm, a nuk do duhet me pas informata për këto krime që ndodhin në Kosovë? S'pako me pas një kujdes pak më të madh, se po flasim për ministrin e brendshëm, për ministrin i cili e drejton policinë nga pozita politike. Domethënë, nëse unë për shembull rri me dikon muj edhe mos me ditë me çka merret, po nëse unë jam ministri i brendshëm, është pak problem mos me ditë. Edhe në këtë drejtim konsideroj që këtu pesha që ka një shkujdesje këgjë të madhe në afërsinë dhe miqësinë me personën nga pozicioni i pushtetit, i cili ose është naivitet, e unë e di që këta nuk janë naiv, veçanërisht jo për këtë gjë, ose mund të jetë diçka tjetër. Tash çka tjetër, mendoj që ministri i brendshëm e ka për obligim me dalë me i kallëzu qytetarët të Kosovës, çka janë çato fotografi, çfarë njohuri ka pas me personin, i cili tashmë është i arrestuar për trafikim droge. Kjo në punë nuk mund me kalu veç hajt, po e kesh një fotografi. Pra po them, po flasim për ministrin e brendshëm. Nuk jemi të folë për njërin prej deputetëve.